A mendoni se SPAK do të monitorojë zgjedhjet siç duhet? Po SPAK ka 1000 probleme të tjera, ma këta duan ta shkrinë të gjitha palët. Po i ku Altin Dumani nga kreu i SPAK të tjerë ashtu siç kanë qenë janë. Thash pra, ku do e marr? Atë bën kraja. Ai si e ka ai? Nëse kraja e ka ai. Ai kishte dosjen e peshkëpisë në dorë. Ai agri, ai pati, nuk i pa fletët e grisura, më i vajzë. Se gazetare, kjo gazeta këtu, që s'pe nxjerrim këtu për të i bërë reklam, po nxjerrim anën tjetër, kjo gazeta këtu në qoftë se ka 30 faqe, dhe i mungojnë 10, ose 15, kjo ka 15 tani. Po ti nuk i shikon qorrje që si shkon më prokuror. Dosjen e peshkëpisë ti nuk e pe që ka fletët mangu. Si e mbyll një dosje të cunguar, të grisur, të sakatuar? Si mund të mbyllësh ata i mbyllën në varr atëre i herë lani pa fishek, prandaj po flas për atë punë. Edhe votat ata do shkruajnë te SPAK-u tani që do kontrollojë. Ai SPAK që nuk kontrollon dot një dosje të kopsitur për të hetuar, do kontrolloj në hapësirë votat që vidhen e janë vidhur. Votat si do kontrolloj SPAK-u votat? Më thoni mua, more. Po komisionerët, vëzhguesit janë partive politike. E bëjnë mend ata, sikur të jemi unë dhe ty aty, sa ata janë mafje, më. Ata janë mafje, se janë të lidhur me krimin organizuar dhe me mafjen, prandaj dhe nuk i heqin. Çfarë është qëllimi kryesor i mafjes? Të vetë dorë mbi votën. Arritja të punë krimi organizuar dhe mafja i ka arritur të gjitha, s'do gjë tjetër, të tjera ti merr. Prandaj nuk i kontrollon, se i kanë në hapësirë, si do kontrollojnë, ma s'po kontrollon dot një dosje, more. Janë vrarë dy ushtarë, thash unë, janë plagosur disa të tjerë, janë marrë peng, është terrorizuar gjithë reparti. E ka dosje përpara të grisur dhe se kontrollon. Ju më thoni mua do kontrolloj tërë Shqipërinë votat. Asgjë, është një mënyrë politike e kësaj kastës juridike. Asgjë më shumë nuk e. Shqiptarët votojnë atë që ju premton një rrugë apo atë që ju premton që të futet një kushëri ose një afërm në punë? Atë që për interes. Tani do të kombinoj unë atë që pyesni ju me atë që pyes unë. Unë nga SPAK tani, kam bërë një kërkesë atje për të rihapur dosje e peshkëpisë. Janë vrarë në 10 prill të 94, janë vrarë 2 ushtari dhe oficeri, Fatmir Shehu, oficeri dhe ushtari Arsen Gjini, janë plagosur, janë masakruar, janë terrorizuar, janë marrë njerëz peng për t'i çuar në kufi. Ata janë ngritur në detyra, kanë bërë pasuri, vila, kanë ngrisur edhe dosjen këtu dhe nuk është hapur asnjëherë, nuk është hapur e dosje. Pse do thoni ju? Cili është pengu im? Ai është pengu im siç është pengu i shumë të tjerëve me pjesën ordinere të këtij populli. Për shembull, në vota thoni ju kush shkon? Po ai që ka një interes. Shkej shumica atyre që kanë interes. Këta që janë pjesa gri, që nuk kanë interes, por që mendojnë për të ardhmen, mendojnë edhe për vendin, dhe për Adhel, dhe për kombin, këta nuk kanë shpresme, as të Rama, as të Meta, as të Berisha, si mund të ketë shpresë të këta, 35 vjet dhe shiko se si e kanë katandisur Shqipërinë. Këto zgjedhje mua më ngjajnë nuk dua ta them, më ngjajnë me vitin 1996. Personalisht për ju, a është një kandidat i pastër në lista që ju bind që mund ta votoni? Unë kisha vetëm një, domethënë, kam vetëm një profil që është i pastër dhe kam bërë edhe ndërmjetësim me ata në profilin tim në Facebook, për i pse në lesin. I vetëm njëri që më mbush mendjen mua, të tjerit mund t'jenë shumë më të mirë, nuk e di. Ata e thonë ata. Unë them i pse në lezi, sepse ka qëndruar në atë kornizë, që ka filluar aty ka qëndruar dhe sot në sabah, unë s'kam fjetur gjithë natën nga punët dhe nga hallet, nga problemet që kam, se ashtu janë punët, tu a thash edhe pak për para. Edhe sot në mëngjes, unë e kam ndjekur intervistën e dhëm në konventin kombëtar atje, që e dërmoj fare strategjin e Partisë Demokratike, Partisë Familje. Domethënë, i dha të kuptoj që kjo më nuk është parti. Kaq, ai është i pse në leze, është një, nuk gjej të tjerë. E keqja e madhe është këta të rinjtë. Tek e keqja e madhe, ku tani ju, si mund ta votosh pa interes, një njeri që futet interes. Një agron shehaj që ka futur me duket 3 milion euro në fushat. Po mirë, provojeni ju të fusni 3 milion euro në fushat. Sheha ka deklaruar që ka para të veta nga biznesi. More, po që fut 3 milion në politik, do thotë që do marr 30 nga ajo politik. Them unë 300, 3 miliard, se këto miliarderë në bërë politikanët. Po si futen gjitha të lek në politik, si i lejojnë njëherë. Njerëz të tillë të fusin gjitha të lek në politik. Shiko lapajnë ti. Pa provoje të bësh një miting ti në Milano, në Londër, në Amerikë, sa lek të duhet për të fluturuar, për të udhëtuar, për të ushqyer, për të paguar hotelin në njërin e tjetrën, me 100.000 euro të duhet. Kush i paguan ato? Janë lek të ardhur nga oligarkët, dhe ato lek që kanë dhënë ata do i marrin shumë fish.
Prandaj dhe populli shkon atje me qenë se këta e din që këtë tillë janë, edhe unë thot të përfitoj diçka, një vend pune, një thesmill, një divan, një dollap, po ja dhanë, po nuk është rrezik që ata kur ta japin do ta marrin me vonë. Se fundja fare gjithë ke paguar. Votën madhe, thot nuk e di, edhe kur gjetë vjet ne shkon edhe ja merr, se kam dëgjuar dhe të tilla raste që shkojnë ja marrin në shtëpi, se s'na ke dhënë votën. Jo, kjo është interesi. Kur nuk ke një pjesë, nuk ke një elitë, këtë të elitës mos ma hiqni, mos ma hiqni, vetëm këtë mos ma hiqni. Kur ke një elitë të shitur, që është me ordinere, se pjesa me ordinere e popullatës nuk është të presish, prandaj njerëzit janë zhgënjur, prandaj ikin, se nuk ka elitë, kjo elitë, vetëm fjala elitë nuk duhet përdorur për këta njerëz, Nuk ka për. Sa po kam shkruar në profilin tim, unë pa e them edhe këtu. $6 milion nuk janë dhenë as për non gratën, që mendoni ju, se janë dhenë, po më të ardhmen, nuk janë dhenë as për fushatën zgjedhore këtu edhe për atë lasë vitën e të tjerë, për famë sollën atë për reklam, ata janë dhenë për të përcaktuar ambasadorin e ardhshëm në Shqipëri. Edhe në qoftë se humbet Sali Berisha, dhe në qoftë se fiton Sali Berisha, dhe që bëhet, si bëhet, çfarë do bëhet, në qoftë se një shqiptar o amerikan, që më duket se është planifikuar për të ardhur në Shqipëri, si pas La Civitas dhe të tjerve, edhe se mos mendoni se ndoshta ju se transmetoni, se mund të keni frikë, po atë kontratën nuk e ka bërë La Civita, e ka bërë gruaja e Divens. Është ajo brenda, ajo indiania. Për të transmetojnë këtë që ta shohin njerëzit, ta shohin si edhe FBI-a, se e dinë ata, po se thonë do të gjë, se kanë frikë. Kështu që ai ka atje është duke u kërkuar që të vijë një shqiptar amerikan ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës. I lidhur me intereset e familjes, jo i lidhur, por shumë i lidhur me intereset e familjes Berisha, mafiozet e non grata, edhe të vijë këtu të bëj Berisha pastaj si doj. Le ta kesh qeverinë, kjo, ti, unë, mama, tjetër, më thënë, po erdhi ambasadori amerikan, një i tarafit të Berishës, ka mbyllur gjithçka. Kot sa behen zgjedhjet. Edhe kështu kot sa behen. Kështu si është bërë vendi. Ja priste mendja ku i more pas 35 vjetësh këtu ne ndryshim të kishim ujë me orar. 4 orë kemi, 4 orë s'kemi ujë. Ku t'ja priste mendja. Ti jesh jashtë Evropës tani, pas 35 vjetësh dhe këta të kenë miliarda të blejnë brek nga 300-400 euro, kurse populli shkret e ka pensionin maksimal, pensionin minimal 150 euro apo 200, së nuk e qenë do 200 euro. Këta me vila për mace, more, edhe popullin të dorë halli pas 35 vjetësh, këta me shishe vere të shtrenjta, me 50 apartamente në të gjithë Evropën edhe botën Sali Berisha, qarë bet, ja merte, edhe të thoni ju mua të shkosh e të votosh. Shkojnë dhe votojnë ata që janë lidhur me administratën, si janë pranë tyre, ta mbyllin muhabetin që kanë pak interes. Ose i thotë votojnë ti për mua, që të më ndihmosh edhe mua, të më mbaj një njeri në punë, pak a shumë lidhje me administratën, pra ne është 200.000 administrata. Krijojnë atë rrethin, atë lidhje dhe mbaron puna. Tani shikoni edhe të fundit, këtu në përqendrat e Partisë Socialiste, shikoni ata pjesa që janë prekur nga antikorrupsioni, pjesa Erion Veliajt, ata votuesit Erion Veliajt, tarafi Erion Veliajt, tarafi që fjarë Ben Ahmetajt, nuk pranojnë me të votojnë, duan të votojnë për Sali Berishën, sepse u është prishur interesi, e arrestuan të korruptuar Erion Veliajt dhe Ben Ahmetajt. Tani duan t'ja japin votën Sali Berishës për i natë sepse i arrestuan. Pse i arrestuan? Sepse janë të korruptuar. Prapë thot dhe ka leja ti votën. Sepse duke qenë me Saliun rrin jashtë këta, pa nuk dënohet asnjeri. Prandaj thonë ata, t'ja japim Saliu që të ngjelim siç kemi qenë. Edhe kështu ka të rrezik të bëhet. Mos me keq. Me keq nga kaq nuk di se si mund të bëhet. Të jesh me ujë, me orar, po ta përsëris pas 35 vjetësh dhe të thuash jemi popull i zgjuar, më popull me gomarë me ne nuk ka.